Rasti i 52 vjeçarit nga Durrësi ka nxitur reagimin e Ministrisë së Shëndetësisë, e cila ka urdhëruar nisjen e një hetmimi administrativ për të sqaruar mënyrën se si është trajtuar pacienti dhe nëse janë respektuar procedurat nga institucionet përgjegjëse. Në kuadër të këtij procesi, në Durrës kanë bërritur drejtues të operatorit të shërbimit të kujdesit shëndetësor dhe të shërbimit social shtetëror, të cilët po zhvillojnë verifikime në terren për të dokumentuar të gjitha veprimet e ndërmarra në lidhje me rastin. Sipas Ministrisë, hetimi do të përfshirë shqyrtimin e plotë të dokumentacionit shëndetësor dhe administrativ, si dhe analizimin e procedurave të ndjekura nga strukturat e kujdesit shëndetësor dhe shërbimit social. Në fokus të verifikimeve do të jetë edhe roli i personave dhe institucioneve të përfshira në menaxhimin e ndjekjes dhe transportit pacientit, me synim për të evidentuar nëse ka patur shkelje të procedurave apo mangësi në ofrimin e shërbimit. Autoritetet kanë bërë të ditur se pas përfundimit të hetimit administrativ do të përcaktohen përgjegjësitë përkatëse dhe nëse konstatojnë shkelje, do të merren masat e nevojshme sipas legjislacionit në fuqi.